Atëre, fillimin e bët shumë lartë me aparaturat mjekësore dhe na bëri një goditje shumë të bukur. Jo, nuk është shumë lartë. Jo, profesor, aparaturat mjekësore ka qenë inovacion që vitet 80-të më përpara. Absolutisht, me ty jam, por ta zbresim në tregun e punës edhe ju do të pyetën shumë të hyjmë në racionalitetin shqiptar. Të hyjmë në racionalitetin ose ta tokëzojmë sistemin, ta sjellim në tokë. Inteligjenca artificiale nuk godet punën. Nuk e godet? Nuk e godet punën. Duhet të jemi të qartë për këtë. Shiko, bota ka përjetuar disa zhvillime teknologjike, disa epoka teknologjike. Ju mbani mend që njerëzit u ngritën kundër makinave, se po humbisnin vendet e punës. E njëjta histori ndodh edhe sot. Pra, inteligjenca artificiale po heq nga sistemi disa profesione dhe po tregon se si njerëzit duhet përshtaten në këtë realitet të ri. Të ri, okej. Pra, jemi në një epokë në të cilën më i forti ose ai që përshtatet i reziston kësaj kohës. Okej, kësaj kohës që ka ardhur. Po kush janë profesionet më të rrezikuara? Unë jam i parë që mund të zëvendësohem, e them totalisht 100%. Prit, ta përfundoj zoti Simaku. Kush janë profesionet më të rrezikuara që mund të zëvendësojë inteligjenca artificiale? Shiko, kushdo mund të flasi për diellën, por unë e kuptova diellën ose më mirë kuptova diellën. Ministrën e re. Ministrë e re nuk bën gjë tjetër, siç bën dhe inteligjenca artificiale, që njohuritë e mëdha që kanë lindur nga universitetet, nga dijet njerëzore, interneti dhe gjithë kjo database shumë e madhe, kjo u vendos diku me qëllim që ne të bisedojmë me të përmes inteligjencës artificiale. Pra të gjejmë një pikpyetje, jo ta zhvillojmë atë brenda një jave, po mund ta zhvillojmë brenda një sekundi. Pra ne na lehtësoi pikërisht këtë moment. Dhe kur them diella, them që aktet ligjore, nënligjore që do dalin tani e tutje, mund të përdorin shumë mirë eksperiencën europiane për të adoptuar në tregun shqiptar. Por unë si e kuptoj inteligjencën artificiale në tregun e punës, duhet të kuptojmë mbi të gjitha kush është tregu i punës, kush janë trendet e zhvillimit në një vend të saktuar. Ne jetojmë në Shqipëri dhe kemi, po i them, kemi parë para një vitim duket, një strategji e cila quhet strategjia S3. Çfarë është kjo? Strategjia S3 është Smart Specialization Strategy, janë 3S, e cila tregon që vendi në të ardhmen do zhvillohet në 3 drejtime kryesore, cilat janë energjia, janë bujqësia dhe ushqimi, janë turizmi. Edhe turizmi, okej. Dhe, po ti shikosh me vëmendje këto, megjithëse duket sikur sot ndërtimi zë vendin e parë në këtë pjesë, por ky është një kalim momental se njerëzit do ngopen dhe me ndërtimin. Okej. Pra do vijë momenti ku do ngopen. Duhet të shohim larg në 10-15 vite të ardhshme. Po. Dhe duhet të kuptojmë që njerëzit, të cilët u mbasin nga inteligjenca artificiale, të orientohen drejt i tregut pune. Jo çdo gjë, jemi mësuar për shkak Unë atë që thatë ju e kuptova kështu, pra ju thatë nuk do i zëvendësoj inteligjenca artificiale profesionet, por ata që nuk din ta përdorin inteligjencën artificiale. Pra ata do skartohen në një farë mënyre. Pikërisht, atëherë le të flasim për këtë target group, i cili duhet të adoptohet në këtë realitet të ri. Kush janë? Atëherë, ky target group, për shembull, janë ato të cilët duhet të jenë mirë shkolluar. Për të zhvilluar me kujdes pyetjet që do t'i bëjnë inteligjencës artificiale. Ajo ose ai nuk mban përgjegjësi për përgjigjet që kthen. Çfarë do t'i kërkosh, ajo do ta sjell në tavolinë dhe ti do marrësh përgjigjen e duhur. Po sa më mirë t'ja formulosh, sa më i qartë t'jesh. Pra, kjo është dhe përgjigja do të vi më saktë. Me saktë. Ne në universitet kemi nxjerrë disa artikuj shkencorë në këtë drejtim dhe një nga artikujt që flet qartë për këtë gjë është që të mos trembemi nga inteligjenca artificiale, por të adoptohemi tek ajo. Dhe që të adoptohemi duhet të shikojmë me kujdes tregun e punës. Pra të shikojmë zhvillimin dhe të adoptohemi në këtë lloj zhvillimi. Në Kolegjin Profesional të Tiranës, ne Teknologjisë të Tiranës, ne po reformojmë pikërisht këtë moment. A ka shumë kërkesa? Jo doja ta kuptoja vetëm, a janë të rinjt
të prirur tani që të kërkojnë... Atëre, është gjithë kjo emision dhe do flasim për të target të rish, kam pyetje të cilët duhet orientohen në këtë sot e konsideroj si një leksion për vete, mbi të gjitha. Ne duhet të flasim për këtë sot, këtu ka plot si përmarrës, ekspert. Rezarti